Mirëmbrëma, takohemi së bashku në emisionin Konak këtu në televizionin Sot 7. Në emisionin e sotëm do t'jemi me përgjegjësin e sektorit të bujqësisë në bashkinë e Maliqit, Aurel Zenullari, dhe do flasim për përmbytjet në bashkinë e Maliqit. Afro 4.000 hektar vazhdojnë të jenë të përmbytura në fushën e Maliqit. Pjesa më e madhe e kësaj përmbytje është në zonën torfike. Vetëm pak ditë më parë, me kërkesë të këshilltarëve të Partisë Demokratike dhe aleatëve të kësaj force politike, kanë qenë të ftuar në Këshillin Bashkiak edhe një grup fermerësh, kryesisht fermerë potencial dhe super potencial, të cilët kanë sjellë në këtë këshill shqetësimet e tyre lidhur me përmbytjet në fushën e Maliqit. Për këto dhe shumë të tjera do të diskutojmë së bashku sot me të ftuarin tonë në emisionin Konak. Zenullari, faleminderit që jemi së bashku. Ju falenderoj për ftesën dhe për mundësinë që më dha për të marrë pjesë në emisionin tuaj. Sa hektar janë të përmbytura momentalisht në fushën e Maliqit? Sipas raportimeve periodike, u përmbytën parafërsisht 4.000 hektar. Në ditën e vazhdim, normalisht, zonat që ishin më pak problematike, filloi tërheqja e ujit. Duhet të themi deri në 3.000 mund të jenë aktualisht. Deri në 3.000 hektar. Kjo sipërfaqe ndodhet kryesisht në zonën torfike, që është zona më e rrezikuar nga përmbytjet gjithmonë. Kjo zonë ka qenë më të mbjella me kultura bujqësore apo priteshe të fermerët të kryen punimet e mbjelljes së kulturave të ndryshme? Një pjesë e konsiderueshme ka qenë mbjell me kulturat el, grurë, foragjere, por kishim edhe një pjesë gjithashtu goxha të madhe me misër të pakorur dhe pjesërisht edhe me patate. Këto kultura bujqësore, mund të themi kanë shkuar dëm, edhe misri dhe elbi? Në varësi të përqindjes të shkallës së dëmit, ne kemi bërë evidentimin, duke filluar nga 30% deri në 100% në zonat që janë ende në ujë. Pra, ne po flasim për këtë zonë, që është ende në ujë. Pra, ka disa ditë, ka që në muaj nëntor që është përmbytur, dhe goditja tjetër erdhi në rreshtet e para pak ditëve të muajit janar. Pra, fakti që kanë kaluar kaq shumë ditë këto kultura bujqësore, ju mendoni se? Kulturat janë dëmtuar në masën mbi 50%. Mbi 50%? Deri në 100%. Deri në cilat kultura në masën 100%? Gruri, elbi, patatja edhe misri. Në këtë zonë, të lutem jep shpjegime pak më gjatë, sepse jeni telegrafik me anë përgjigje keni të shkurtra. Duke qenë se emisioni është edhe i gjatë, ne do të diskutojmë gjatë së bashku, por pra, në këtë ju thoni se në pjesën e zonës torfike vazhdon të jetë sipërfaqe më e madhe e përmbytur. Në këtë zonë ka pas të mbjedhur me këto kultura bujqësore për cilët ju po flisni? Në zonën torfike, kultura më e përdorur nga fermerët është misri. Mirë po, për shkak të qarkullimit bujqësor, mbillet elbi dhe gruri. Aty kemi ne, sepse kemi bërë verifikimet në teren, kemi misër të pakorur, kemi grur të mbjellë të dëmtuar, kemi elb të dëmtuar, të gjitha janë të verifikuara. Nuk është se është e gjithë fusha e mbjellë, por një pjesë e konsiderueshme është e mbjellë dhe e dëmtuar. Aurel, ju thoni që jo gjithë fusha ka qenë e mbjellë, por fakti që ndoshta fermerët këto ditë mund të hynin për të kryer punimin nëse nuk do ishte e përmbytur, apo diçka më vonë, pra do të kryen punime për mbjelljen e kulturave të ndryshme bujqësore. Po për këto fermerë, pas datës 20-21 nëntor, përmbytja e parë nuk ishte ajo që ishte e datës 7 janar, sepse toka u gjet e përgatitur dhe ishte në kushte më të ulta të lagështirës dhe uji filloi të triqej shumë shpejt. Kemi pasur shumë raste të cilat i kemi verifikuar ku fermerët ndërhyn me mbjelljen e grurit ose më saktë me rimbjelljen e grurit për të zvendësuar atë çka u dëmtua dhe me shirat e dendura 124 mm për 24 orë të datës 7 janar, toka u gjet e ngopur me ujë, kanalet ishin të karikuar me ujë dhe kjo përmbytje shkaktoi përsëri dëm jo vetëm në ata fermerë që u dëmtuan me rreshtet e datës 20, por edhe në këta që tentuan ta rimbillnin ose ta zëvendësonin atë dëm që ishte bërë. Ju po thoni se dëmi më i madh ka ardhur në rreshtet e datës 7 janar? Po, besoj se po, sepse edhe harta, sipërfaqja e tokës në ujë u zgjerua. Atëherë, Aurel, aty ndjekim së bashku dy intervista pra këtu shiko se regjia në ndihmon. Me këto pamje janë në zonën torfike, fshati Sheqeras. Sa mund të jetë lartësia ujit këtu? Këtu lartësia ujit fillon nga
50 cm deri në 1,5 metra, besoj. 1,5 metra? Po, sepse është pjesa më e ulët e fushës të Maliqit. Këtu kemi pasur kultura bujësore të mbledhen në këtë sipërfaqe të përmbytur në zonën, kjo është zona e njohur si zona torfike. Po. Këtu kemi hasur, kemi parë misër të pakorur ende, sepse nëntori është muaji i korrjes misrit mesatarisht në zonën e Korçës, dhe parcelat mbjella me grurë dhe elb. Dhe foragjiere. Edhe këtu. Po. Gjithçka ka shkuar dëm. Kjo pjesa këtu besoj se mund të konsiderohet si një dëm 100%. 100%. Ju e keni kështu përcaktuar se sa është kjo sipërfaqe ku dëmi ka shkuar 100%? Ne kemi hartuar procedurë verbale për katëse për çdo fermer sipas dokumentacionit që ka për parcelat e tyre, dhe në mbledhjen e të dhënave të këtyre procedurave verbaleve del sipërfaqja totale për çdo kulturë. Jemi në vazhdim të regjistrimit të këtyre për shkak se ka shumë parcela ku ne nuk mund t'i evidentojmë në terren për shkak të prezencës të ujit. Të pranisë së ujit akoma. Atëherë, i lutem regjis, kalojmë pak të 3 inserte, pra 3 shqetësime të cilat dolën në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të para pak ditëve në Bashkinë e Maliqit. I lutem insertet dhe i komentojmë së bashku me të ftuarin tonë, pra përgjegjësin e sektorit të bujqësisë në Bashkinë e Maliqit Aurel Zenun Llari, për atë çfarë me të drejtë banorët kanë ngritur në mbledhjen e këtij këshillit, pra një mbledhje jashtëradhe e thirrur nga këshilltarët e Partisë Demokratike dhe aleatët e kësaj force politike në Bashkinë e Maliqit. Insertet dhe rikthehemi përsëri në studio. Nuk ikim që këtu. Asnjëri mos lëvizin nga këta këtuja. Lajmëroni këtë doni. Ne duam përgjigje konkrete. Çfarë do bëhet? Kam një muaj e gjysmë që ju kam lajmëruar e i keni matur e tokat dhe ku janë dëshpërblimet? Ama më këtë një përgjigje. Qarë të rrimë si ujnë këtua? Lisë, që më rria shu? Qarë më rria shu? Dhe një përgjigje, jo ma se s'kam baruar. Të vinë të tëra, ta e të marrë përgjigje konkrete. Qarë po pëhet, të marim gjasë, të marim ma. Nuk të japë përgjigje. Po, diun kush ashtu, letë vi kush doj. E thirimi. E ku janë, ku i ke ata të shi? Por e nuk lëvizim e të shi, ma përgjigje konkrete. Nga këshilltarët e opozitës dhe me që ke numrin e këshilltarëve të cilët e paskër kanë kërkuar këtë mbledhje, jashtëradhe mund t'i bësh prezent, pse nuk janë prezent në sallë ata që kanë kërkuar një mbledhje për qytetarët. Nëse do ta fillosh si një bashkëbisedim me qytetarët, nuk ka të drejtë shefi bujqësisë na bëj analizë dhe informacion pa çavure siç e keni sjell, si te filmi Xhasulës. Ju pyesin për luftën vietname, na jepni të dhëna për ndërzimin artificial. Nëse do ta filloni si bashkëbisedim, do ta filloni kështu sot. Do flasin qytetarët, edhe ti dëgjojmë qytetarët dhe kjo mbledhje jashtëradhe, siç e kemi kërkuar, me format dhe për të dalë me një vendim Këshilli Bashkiak. E kërkuam në ngricat e majit, prillit, nuk sollet asnjë gjë, nuk shpërblyet asnjë fermer. Gjithë fusha e Maliqit vuan, ne bëjmë rritje rrogash, strukturë, na thirrët një mbledhje jashtëradhe, ju erdhëm, ju miratuam, e kaluat projekt buxhetin. Pse e dështoni mbledhjen për fermerët? Me çfarë të drejtë? Nëse ju e bëni atëherë deri më sot keni pasur një opozitë konstruktive. Nëse nga sot e tutje opozita do të ndërmarrë të gjitha masat duke u bashkuar me fermerët dhe nuk do të bëjë dhe do bojkotoj këtë këshill derisa të merrni vendimin. Ktu i ke 10 minuta gjithë këshilltarët e tjerë. Pse se bën numrin sot? Që të mos miratosh projekt vendimin, që t'i lësh këta të allakaten, që këta të mos kenë asnjë mundësi, këta jetojnë me djersën e vetë, e ke gjithë fushën sot filmuar anë mban, e ke gjithë fushën sot në ujë. I bëra 25, në 21, në 20 nëntor në ardhë kërka rreshjet më të mdhaja të 100 viteve. S'kaluan as 6, nuk kaluan as 60 ditë, në erdhën prapë rreshjet më të mdhaja që si pas ka parë historia në Maliq. Lerini gishtin kokës, lerini këto numra, se ato që shikoni në përtër opozitën e botës, kini për t'i parë të ky këshill. Deri tani kemi ruajtur etikën, kemi ruajtur personalitetin dhe kemi ruajtur fal këtyre njerëzve që kanë mbështetur mbrapa. Presionen, siç i ke bërë takimet këtu me ministren e bujqësisë dhe ke thirrur këtu banorët, ashtu kanë ardhur dhe sot banorët. Sot ne do dëgjojmë banorët. Në fund do dali shefi i bujqësisë të na japi raportin. Ju falenderoj. Kputur kanali Digës, që është kputur me që thate që i di të gjitha ky. A ka një përgjegjës ose një specialist atje si kam kaluar unë sot? Të gjithë mund t'i kenë edhe këta, t'i kenë se jemi përmbytur të bo unë i kam e balte.
rreth 500 metro edhe vazhdon ujtë akoma edhe nuk është bllokuar diga. Ka i përgjegjës apo jo? Bazën materiale unë e kam këte, po ngordhin ato lopët e mia. Ka sot apo jo? Le të më japi një përgjigje. Edhe si ste për politikë, unë jam 24 karat, e di, zonja Ver, tu jam i Parti Socialiste, në rregull, edhe këshilltar që kam votuar unë, që votoj unë, përse nuk vine, që ta dinë të tërë, me një shumë mirë, kur i besës, në rregull, paman të flasin për të drejta, si stajë, nuk kam, në rregull, ky jam, edhe familja time është 20 e ka duhet të ziresh, po t'ju thuash për pëdemja, atë do t'ju ziresh, që jemi këshuja, që të gjithë. Pa aman, unë po vi po kërkoj të drejtat e mia, nuk po kërkoj të iki zonja Ver ose Topçi ose ti nga puna. Sot ka apo jo atje? Se sot kam ardhur unë. Kam paguar 30.000 lekë taksim për këte 30.000 për grande, kush do ma paguaj ndonjëri mua? Kush? Bazën materiale kam të... A ka apo jo, ose thelpi mua bitë është që ka apo jo ati, le të më thot njëri, kush do më japi një? Ma ja po. 500 metrë, vazhdon akoma diga, vazhdon, edhe ka shembur, vazhdon diga, nuk ka një përgjegjës. Vazhdon diga. I kam edhe me video, po i përgjigje. Ju lutem. Jemi rikthyer në studio, jeni duke ndjekur emisionin Konak këtu në televizionin Sot 7. Sonte në Konak jemi me përgjegjësin e sektorit të bujqësisë pranë Bashkisë së Maliqit, Aurel Zenunvari. Aurel, këto ishin 3 insertet, 2 prej të cilëve janë fermer, njëri mos qofsh e gabuar, është i pari, është fermer super potencial në bashkinë tuaj, tjetri është blegtor, ndërsa sinkroni i dytë kishte bënte me një antar të Këshillit Bashkiak, pra profesues i Partisë Demokratike në këtë këshill. Ju i dëgjuat shqetësimet e tyre. A ka një zgjidhje, ato kërkojnë diçka nga ju? Ajo çfarë kërkohet me të drejtën e tyre është dëm shpërblimi që do bëhet për atë çfarë kanë humbur nga rreshtet e shiut dhe përmbytjet që kanë ndodhur në fushën e Maliqit. Pra edhe fermeri i parë, me dinin time, unë e kam intervistuar kohë më parë në muajin dhjetor, në mos është ai gabuar, në rreshtet e muajit dhjetor dhe sipërfaqet e tëra i kishin shkuar dëm të mbjellë me patate. Pra ato ketë një dëm shpërblim nga ana e bashkisë, e Ministrisë së Linjës, kush merret me këto gjëra? Së pari, kërkesa e fermerëve për dëm shpërblim është më së legjitime, pasi bujqësia është ekonomia e vetme me të cilën ata mbajnë familjet apo ushqehen, si mund të themi. Ne kemi filluar menjëherë një proces regjistrimi, verifikimi për të gjitha parcelat të mbytura të cilat janë të mbjella me kulturat e ndryshme. Ky proces, për shkak të disa vështirësive që prezenca e ujit nuk është se na lejonte që të ne ta përfundonim më shpejt, por ne jemi duke përfunduar tashti sepse rifilluam këtë proces pas rreshtjeve të datës 7 janar. Kështu që unë mendoj që bashkia ka bërë një organizim shumë të mirë në këtë pjesë dhe gjithmonë në mbështetjet e fermerëve kemi qenë, nuk besoj se do të mbetet ndonjë fermer pa u regjistruar për dëmet sipas kulturave që ka pasur. Çdo fermer do t'i paraqitet, do t'i dërgohet instancave përkatëse proces verbali i firmosur nga agronomi i bashkisë, nga agronomët e Agjencisë të Ekstensionit Bujqësor, të cilët kanë qenë dhe ata në terren bashkë me ne, dhe nga fermeri vetë që ka firmosur proces verbalin i bashkëlidhur të dokumentuara me foto të parcelës dhe me dokumentat e pronësisë të fermerëve. Ky proces zgjat pak. Nuk është se zgjati shumë, unë mendoj se e kemi kryer në zgjat procesi i verifikimit apo zgjat procesi i dëm shpërblimit? I verifikimit. Sa ata janë shumë të interesuar me të drejtën e Zotit për dëm shpërblimin e kulturave bujqësore që kanë shkuar. Kërkesa për dëm shpërblim është më se legjitime, mendoj nga fermerët, sepse është një fatkeqësi natyrore, por nuk mund të shmanget kjo përgjegjësi, sepse përgjegjësia... Jo, do të diskutojmë më vonë, mund të shmangej, sepse edhe ata me të drejtë janë ngrejnë pretendimit se edhe mund të shmangej një gjë e tillë. Do të diskutojmë më vonë, por kjo që po pyes, pra ata kur do të kenë një përgjigje të saktë për dëm shpërblimin që mund t'ju realizohet për atë çfarë ju ka shkuar dëm. Se edhe vetë thatë, pra janë fermerë të cilët të ardhurat për familjet e tyre dhe jo vetëm i sigurojnë vetëm nga ato toka që kanë të mbjellura me kulturat e ndryshme bujqësore, apo të tjerë që merren në sektorin e blegtorisë. Për sa i përket këtij procesi, unë mendoj që ky proces nga ana jonë është mund të quhet pothuajse i përfunduar, ne jemi gati dhe gjithë parësi të shkojë gjithë informacioni në institucionet përkatëse, Agjencia e Ekstensionit Bujqësor, Ministria e kështu me radhë, atëherë ne do të kemi një përgjigje. Do të kemi një përgjigje. Shpresojmë që për fermerët të ketë dëm shpërblim minimalisht në shpenzimet, por unë do të dëshiroja që të ishte sepse të ishte më i madh në shpërblimi, sepse fermeri nuk e punon tokën thjesht për të rikthyer shpenzimet, por thjesht për
fituar. Pra këtu do ketë vetëm shpenzimin për prodhimin që ka shkuar dëm, apo do llogaritet bashkë me atë fitim nisur nga çmimi i tregut për kilogram të kulturave të ndryshme bujqësore? Për këtë presim çfarë përgjigje do të marrim nga institucionet përkatëse. Në fakt, fermerët unë i shikoj me të drejtën e tyre që janë të shqetësuar, jo vetëm këto që ishin të pranishëm në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, të thirrur si mbledhje jashtrradhe nga antarët e Partisë Demokratike, por ka ndodhur shpeshherë, Aurel, edhe në fushën e Maliqit, pa shkuar me tej në Devollë, pa shkuar në Korçë, janë ngritur shumë komisione. Pra pjesa e Devollit që po shkoj atje dhe po vinë në Maliq, që nga Vranishti, e Progri, e Manqurishti, kanë humbur 70% për shkak të kushteve atmosferike nga breshi prodhimin e mollës. Janë ngritur komisione për verifikimin e dëmeve, por edhe sot asaj dite nuk kanë marrë asgjë nga dëmet e shkaktuara nga kushtet atmosferike. Për të ardhur në fushën e Maliqit ka pasur dëme të konsiderueshme që nga fermerët e vegjël deri tek ato potenciale, super potencial nga një breshër i para disa viteve që ka shkatëruar pothuajse komplet kulturën e grurit vetëm një javë përpara se ty të kombaja për ta korrur. Janë bërë verifikime dhe nuk kanë marrë dëm shpërblim. Realisht, unë po pyes edhe si fermer në këtë rast, megjithëse unë nuk jam i tillë, po pyes sepse realisht jam në anën e atyre. Kësaj radhe ato dëm shpërblehen? A beson? Historia e fushës të Maliqit e ka treguar, sepse neve kemi të paktën disa vite që nuk e kishim parë përmbytjen, nuk e kishim pothuajse kishim harruar çfarë ishte përmbytja. Historia e ka treguar që në 2 herët e fundit që është përmbytur kjo fushë, fermerët e dëmtuar i kanë marrë parat. I kanë marrë. Po. Dhe ju besoni se edhe kësaj radhe? Besoj se fermerët do të dëshpërblehen. Një burimi imi tha se ditën e premte kryeministri ka takim me kryebashkiakët e këtyre zonave të dëmtuara apo me gjithë kryebashkiakët e vendit. Ju e keni këtë informacion? E nëse po, a ka të bëjë me përmbytjet, a ka të bëjë me dëm shpërblimin këtë takim që kryeministri ka thirrë me kryebashkiakët, kryesisht të zonave të përmbytura? Nuk e kam këtë informacion, por le të shpresojmë që po, të ketë të bëjë me këtë pjesë. Pra ju jeni i bindur që do të dëm shpërblehen për këto? Kam shumë besim, sepse ashtu si e thash, kërkesa për dëm shpërblim e fermerëve është nëse legjitime. Atëherë, pra 4.000 hektar, pjesë më e madhe thamë në zonën torfike janë të përmbytura. Nga verifikimet tuaja, sa kanë qenë të mbjedhura me kultura bujqësore? Sa hektar? Ne do ta kemi shumë shpejt shifrën e saktë, por po them për afërsisht kalon 1.000 hektarë që janë të mbjella. 1.000 hektar. Mbi 1.000 hektarë. Pjesa tjetër? Pjesa tjetër ishte e pambjellë. Kjo do thotë se këto fermerë, të cilët mund të donojnë, mund ta themi rreth afërsisht 30% e sipërfaqes të përmbytur. Po këto fermerë që kanë tokën në ujë dhe nuk di, a jeni ngjenjë të thoni që kur uji mund të largohet nga parcelat që ata mund ose duan ta mbjedhin, sepse duan të ardhur për familjen e tyre, për këto fermerë që mund të zgjas procesi i mbjedhjes së kulturave të ndryshme bujqësore për shkak të pranisë së ujit, a do trajtohen në këtë verifikim dhe në këtë dëm shpërblim? Duke nisur nga masat e marra nga bashkia, nga bordi rajonal i kullimit edhe nga instancat përkatëse, unë mendoj sepse pjesa e vitit bujqësor për sa i përket Elbit dhe Grurit ka kaluar tashme, ne shpresojmë që të jenë gati parcelat për të mbjelljet pranverore. Unë besoj se do të jetë fusha gati deri nga kur të fillojë sezoni pranveror. Ju mendoni se do të jetë edhe kjo zona torfike do të jetë gati me kaq Mendoj se po. Sipërfaqe të Mendoj se po. Pavarësisht janë disa zona që janë më problematike, që janë në nivele shumë të ulta, në krahasim me nivelet e kanaleve kulluese, po flas. Po mendoj se po, sepse aftësia përthithëse e këtyre tokave është më e lartë. Më e lartë në krahasim me sipërfaqet e tjera. Po. Aurel, do ndalojmë pak, sepse do kalojmë në një hapësirë reklamet, por do rikthehemi përsëri në studio. I lutem regjis, kalojmë në një hapësirë reklamet dhe rikthehemi në studio së bashku me përgjegjësin e sektorit të bujqësisë në Bashkinë e Maliqit, Aurel Zenun Llari, dhe do të vazhdojmë të diskutojmë për përmbytjet në fushën e Maliqit. Ka qenë një nga fushat e cila ka patur përmbytjet më të mëdha dhe dëmet më të mëdha në sektorin e bujqësisë në të gjithë qarkun e Korçës pa shkuar me tej. Reklam dhe rikthehemi përsëri në studio.
Pas kësaj hapësire reklame, jemi rikthyer në studio, jemi së bashku me përgjegjësin e sektorit të bujqësisë në Bashkinë e Maliqit, Aurel Zenun Llari. Aurel, në pjesën e parë të emisionit kemi biseduar për sipërfaqet e përmbytura, kulturat bujqësore që kanë shkuar dëm procesi i verifikimit. Ju shpresoni se fermerët do të dëm shpërblehen dhe sipas jush thatë që sa herë ka ndodhur fatkeqësitë të tilla natyrore me fermerët që kanë shkuar dëm prodhimet e tyre janë dëm shpërblyer. Pra, dëm shpërblymet nuk vinë nga bashkia, vinë nga Ministria e Bujqësisë. Patjetër, nga Ministria e Bujqësisë, po. Nga Ministria e Bujqësisë. Në bashkia bën verifikimin në bashkëpunim me agronomët e Agjencisë Rajonale të Ekstraksionit Bujqësor, ashtu siç ka funksionuar dhe si vjet, ashtu ka qenë edhe më përpara. Edhe le të shpresojmë që në këtë rast të vazhdojë ajo që ka qenë dikur në 2014 ka pasur një dëshmëri me fermerët, në 2011 me sa më bëjmë në 2012 dhe është të vlerësuar pjesa e dëmtuar e kulturave që ishin mbjellë në ato momente. Pra, të dy institucionet, Bashkia nga njëra anë dhe drejtoria që ju thatë, përpilojnë, po themi, procesverbalet, dosjet për secilin fermer dhe i dorëzohen Ministrisë së Bujqësisë. Po, i gjithë ky informacion është i përgatitur mbi bazë ligjore, mbi bazën e një urdhri të ngritur për grupet e punës dhe bashkia në rastin konkret bën urën lidhse për të informacionit. Pra, me pushtetin qendror. Bashkia është ajo që bën urën lidhse, nuk është se është bashkia ajo që i dëm shpërblen fermerët. Normal që jo. Sa ta me të drejtën e Zotit vazhdimisht gishtin e drejtojnë tek institucioni i bashkisë, sepse në fundit lidhet i kanë me këtë institucion. Po, patjetër. Në këtë drejtim, unë mendoj që bashkia është treguar shumë e gatshme për të iniciuar këtë proces, duke filluar që të nesmen e ndodhjes së fatkeqësisë dhe deri në sot që po vazhdojmë ende që të përmbyllim këtë proces. Atëherë, pyetja që vjen është, përse u përmbytëm Aurel? Janë një sër faktorësh që mund të analizojmë për sa i përket përmbytjesh. Faktori kryesor normal ishin rreshjet jashtëzakonisht të dendura. Po? Në datat 19, 20, 21, 22 nëntor, në 4 ditë ka rënë një sasi rreshjes sa gjysma e sasisë vjetore mesatare të qarkut të Korçës, që është mbi 300 mm shi për 4 ditë. Fakti që menjëherë pas ndërprerjes së rreshjeve filloi një tërheqje e ujit në kohë rekord pa ju po thoni në rreshjet e para të nëntorit. Po. Tërheqja e ujit ka qenë në kohë rekord pa duke përjashtuar një pjesë të zonës torfike që është vërtet problematike. Po flas për shumicën e kësaj pjese. Kjo tregoi që për punën që ishte bërë për t'i paraprirë kësaj. Kur thoni punën për t'i paraprirë, çfarë keni parasysh? Për t'i paraprirë, domethënë, përmbytja në këtë rast ishte pashmangshme, duke llogaritur sasinë e rreshjeve. Por duhet t'i përgjigjesh me kullimin. Jemi të gatshëm, kemi bërë diçka për këtë punë apo jo? Tërheqja e ujit tregoi që ishte bërë goxha punë për këtë pjesë. Edhe një herë, të lutem, edhe për ta bërë pak më të kuptueshme. Bashkia ka një sektor bordit të kullimit dhe vaditjes, mos është gabuar, nuk e di, është e vërtetësa kështu? Po. Ky sektor çfarë bën? Sektori ka në administrim mirëmbajtjen e kanaleve të dyta dhe në bashkëpunim me fermerët administron dhe kanalet e treta. Sepse kanalet e treta janë midis parcelave të fermerëve. Për këto kanale duhet kujdesen fermerët në bashkëpunim me ju? Po. Ndërsa ju? Ne kemi kanalet e dyta dhe të treta, por kanalet e treta janë në bashkëpunim me fermerët gjithmonë, sepse janë në kufit e parcelave të fermerëve. Pra, ju po thoni se kemi bërë një punë të mirë dhe rreshtet e mujit nëntor treguan se fal kësaj pune, kullimi erdhi në pak ditë. Kullimi reagoi në mënyrën më të mirë të mundshme, thash duke përjashtuar zonën që është torfike, që është zona e sheqeras, që është një zonë shumë e ulët, ndoshta aty mund vonohet diçka, por gjithë këtë, prandaj ndodhi dhe ajo që disa fermerë kryen rimbjellje, ripunime të tokave, investuan për së dyti, pavarësisht se me rreshjet e datës 7 janar iku dëm i shkoi dhe kjo. Pra janë dëmtuar 2 herë, së pari nga rreshjet e mujit nëntor dhe së dyti pas mbledhjes edhe me. Unë mendoj që dëmi i rreshjeve të datës 7 janar i gjeti të gjitha kanalet e karikuara dhe tokën të ngopur dhe për këtë arsye ishte e pamundur të shmangeshin ato dëme që u bën. Tani, në rreshtet e mujit nëntor kishte një qarje të madhe të argjinaturës në sheqeras, jam korrekt?
Po. Kjo erdhi si rezultat i? Kishim 2 qarje, në fakt, një në argjinaturën e lumit Dunavec, po. krah pyllit të fazanëve, dhe në një qarje tjetër të argjinaturës në lumin Devol. Kjo ishte si pasojë e nivelit shumë të lartë të ujit, të prurjeve, sepse gjithë qarku përfshin nga këto reshje kaq të dendura, dhe lumi Devol është që ka grypderdhjen që shkon në Maliq, domethënë, dhe pastaj merr rrugën për pjesën që nuk rrezikon fushën bujqësore, është vetmja vijë ujore që grumbullon pjesën më të madhe të gjitha rreshjeve të qarkut, duke filluar të gjithë zonën e Devolit. Pra sepse 2 lumejt bashkohen në një me pas, këtë po thua, edhe Dunaveci dhe Devoli pastaj bashkohen në një? Dunaveci grumbullon rreshjet e zonës të fushës Korçës, po, dhe Devoli zonën e Devolit, duke filluar që nga Nikolisa besoj, dhe të gjitha këto rreshje të këtyre 3 bashkive, po i quaj, Korç, Devol dhe Maliq, grumbullohen në një pikë të vetme që është ura e Maliqit. Dhe në kushte kur? Këto te ngopje në urit shumë niveli i ujit, nuk ishte parë ndonjëherë ky nivel uji në këta 2 lumenj, të paktën me aq sa është dëgjuar të paktën mbi 50-60 vite, nuk ishte parë ndonjëherë ky nivel, dhe ishte pa përballueshme, ndoshta ka gjetur pikat e dobta që kanë ndodhur në argjinaturë. Në argjinaturë. Tani, kjo erdhi për shkak të kësaj pike të dobët të rreshjeve të shumta, apo sepse ne nuk kemi pasur prej shumë vitesh investime themelore në argjinaturët e lumit Devol dhe Dunavec? Investimet në argjinaturë. Sepse riparime ka patur her pas here, ndërhyrje ka patur të her pas hershme. Ne po flasim për një projekt, për një ndërhyrje kapitale, e cila jep siguri sa do të jetë niveli i rreshjeve në fushën e Maliqit, në fushën e Korçës, prurjet nga Devoli dhe nga Dunaveci nga krahut tjetër. Pra, nëse ne do kishim argjinatura, që do të përballonin rreshjet, intensitetin, këto prurjet e gjitha, dhe nuk do kishim qarje, a do kishim gjithë të përmbytje? Jo, më parë se vitin e kaluar, u bë një ndërhyrje në lumin Devol, që nga pika ku bashkohet me lumin Dunavec për sistemimin e argjinaturës deri në urën e Maliqit, është e dukshme edhe sot puna që është kryer. Puna nga Drejtoria Rajonale e Bordit të Kullimit, me sa në dijenin time ka qenë e pandalur çdo vit, edhe gjatë lumit Dunavec vitin e kaluar apo një vit më përpara, edhe në lumin Devol, por këto lloj rreshjesh që ne nuk i kishim parë ashtu siç e thash edhe më përpara, ndoshta për këtë arsye lind nevoja që të rishikohet edhe një herë. Unë mendoj që ka nevojë për investime që janë edhe më të mëdha se kaq, siç është thellimi i lumit Devol, që do të përkonte me deri tani kemi bërë thedhim të lumit apo pastrim të lumit? Mirëmbajtja e argjinaturash, besoj pastrimet i lumit. Mirëmbajtja e argjinaturash, sistemim dhe pastrim i lumit. Thellim i lumit nuk besoj se ka qenë pjesë e projektit të thellimit të lumit, por mirëmbajtje mund ta quaj. Vazhdon puna për të eliminuar dëmet e shkaktuara nga qarja që është bërë, qarja e dytë në lumin Devol, në pjesën jo të qarja e parë, sepse aty është bërë një punë realisht të jashtëzakonshme, madje ishte një punë që unë kam qenë atje për shkak lajmit për televizionin ku unë punoj, në televizionin Sot 7, dhe për të shkuar deri tek argjinatura e qarë duhej të bëhej një rrugë tërë, sepse ishte zonë torfike dhe mjetet ishin të pamundur për të lëvizur lirshëm mjetet e forcave të armatosura. Diku aty prap kemi një qarje tjetër. Pra ju thoni se, bile edhe në edicionin e lajmeve, një ditë më parë, ju keni qenë pranishëm në televizionin Sot 7, së bashku me një ekspert bujqësiet, ku jeni shprehur se thellimi i lumit Devol dhe projekt afatgjat për argjinaturat janë shpëtimi i vetëm i përmbytjeve në fushën e Maliqit. A i mbetemi korrekt kësaj? Thellimi i lumit Devol do të kishte një efikasitet të lartë në kullimin e fushës. Kjo do të shoqërohet, mendoj, me përforcimin e argjinaturave, me material të posaçëm, sepse aty ku sot po punohet për zënjen e argjinaturës së qarë, aty ka qenë një punë jashtëzakonisht e madhe, ka qenë emergjencë, dhe
kjo pjesë e sistemit të kullimit duhet shikohet më në kompleks. Nuk mund të përjashtohet dhe investimi në një hidrovor për treqjen e ujit vetëm në rastet e emergjencës. Nuk besoj se hidrovori do të ishte në punë çdo vit, sepse nuk besoj se këto lloj rreshjes. Jo, unë do diskutoj edhe për një të tillë, por dhe rishikimi. Pra ju po thoni thedhimi i lumit Devol. Nga dhe deri ku? Nga diga e Zëmblakut deri në Tyrbja e Goçës. Deri në Tyrbja e Goçës. Tani ne po e thedhojmë sa mund të jetë thellësia e thedhimit të këtij lumit në gjykimin tuaj si specialist bujqësie. Duke pasur parasysh historikun, është tentuar dhe më përpara, janë kryer disa herë punime për këtë pjesë. Vështirësia më e madhe është nga ura e Maliqit deri në Tyrbja e Goçës. Po them, nga ura e Maliqit deri tek Tyrbja e Goçës. Por deri këtu, nga ura e Zëmblakut, nga diga e Zëmblakut deri tek ura e Maliqit, sa mund të thedhohet lumi Devol që të krijojë mundësi fushës të kullojë në kohën e duhur me gjithë të elementet e tjerë, kanalet e dyta dhe të treta sipas jush? Atëherë zona torfike, që është fusha që rrezikohet më shumë, ka pësuar të paktën në këto vitet e fundit, po flas 30 vitet e fundit, ka pësuar një rënje të nivelit për shkak të djegjeve, për shkak të djegjeve, por edhe të përmbytjeve. Sepse edhe përmbytja bën ngjeshjen e kësaj toke me të paktën 2 metër. 2 metër ka rënë? Po. Nga niveli i rrugës, po themi, ka rënë 2 metër. Nga niveli që ka pasur. Po. Që do të thotë, thellimi i lumit Devol do të vijë në vartësi të kësaj rënje. Nevojitet minimumi të thellohet 2 metër. Minimalisht. Që të jemi në përputhje me parcelat që janë në pikën më të ulët. Kjo duhet shoqërohet dhe me një sistem rishikim të sistemit kullues, pastrim, thellim, kolektorësh ose kanalet të dyta, të cilat gjatë kësaj kohe janë mirë mbajtur, janë pastruar, madje mund të themi më shumë se një herë, jo vetëm një herë. Por këto pika kaq të ulta e kanë të pamundur që të kalojnë ujë në këto. Pra ju po thoni pikë së pari duhet të kemi një thedhim të lumit të Devolit jo më pak se 2 metra, për të shkuar tek ajo çfarë ka ndodhur me zonën torfike të fushës Maliqit. Pra kemi një rënje prej 2 metër. Për të shkuar në këtë nivel duhet thedhimi i lumit Devol 2 metra, nga ura e Zëmblakut, po themi, e deri tek ura nga diga e Zëmblakut deri te ura e Maliqit. Tyrbja e Goçës. Sepse edhe aty është problemi që nga kur rritet niveli i ujit nuk treq. Nuk tërheq sepse një pjesë me një nivel pothuajse të drejtë. Po aty është një zonë shkëmbore, është e lehtë për ta thedhuar atë pjesë atje? Po, shtrati i lumit është zonë shkëmbore dhe mendoj që është shumë e vështirë për ta realizuar, por jo e pa realizueshme. Pra duhet një projekt tjetër enkas për këtë. Sa është distanca e kësaj? Rreth 1 kilometër e gjysmë besoj. 1 kilometër e gjysmë. Gjithë kjo zonë, gjithë kjo gjatësi është zonë shkëmbore? Zonë shkëmbore, po. Është një zonë shkëmbore që është tentuar dhe më përpara për të ulur niveli në atë pjesë, nuk besoj se kanë arritur tamam deri aty. Për shkak të mungesës së mjeteve apo ka teknikë tjetër për ta thedhuar këtë shtrat? Mendoj që aty nevojitet një teknikë tjetër, ashtu siç është bërë dikur me mjete shpërthyese. A janë të parashikuara në studimet që kanë bërë specialistët e bujqësisë, por edhe ato të hidro, a është të parashikuar kjo se çfarë ka ndodhur sot me fushën e Maliqit kryesisht me zonën torfike dhe në raport me atë, a mund të pra të ishin parashikuar këto projekte për cilën po flet edhe ju? Pra po flisni edhe ju për thedhimin e shtratit të lumit Devol me një thellësi që shkon deri në 2 metra. Pra i përgjigjemi asaj çfarë na ka ndodhur në fushën e Maliqit kryesisht në zonën torfike. Me investime flas, me investime jo riparime apo e kuptoj. Nevoja për rishikimin e gjendjes aktuale të agjenaturave apo të thellësisë të lumenjve është e detyrueshme për shkak edhe të kushteve atmosferike, të cilat janë shumë më ndryshe, të gjithë e dim në krahasim me çka që janë më përpara, dhe këto studime që janë bërë që kanë krijuar sot këtë fushë të Maliqit, tashmë mund t'i konsiderojmë, megjithëse ishin pothuajse të përkryera në atë kohë, por mund t'i konsiderojmë pak të vjetëruara sepse duhet i përshtatemi gjithçka ndodh tani dhe jo asaj çfarë është bërë në fillim. Rishikimi i sistemit kullues bashkëngjitur me punën që mund të bëhet në lumin Devol, them se do të jepte një zgjidhje përfundimtare me një investim të konsiderueshëm. Flitet për projekte. Për projekte, po. Tani kemi vetëm sa mund të jetë mundësia financiare për të zbatuar projektet e paraqitura. Po, në qoftë se ne realizojmë një projekt
nuk mund ta them se sa mund të kushtoj ky projekt, kuptohet që është investim kapital, do të ishte shumë herë më i mirë se sa një dëmshpërblim për fermerët, sepse dëmshpërblimi i fermerëve ne nuk është se e japim ose duam ta japim sepse fermerët i takon nga që ne i kemi bërë gati ato lek. Ne nëse kemi lek për të dëshpërbyer fermerët, atëherë ajti investojmë në mbajtjen e gjenaturave, në thellimin e lumit. Ju po thoni dëmshpërblimi shkon pothuajse në të njëjtin raport financiar me atë çfarë kërkohet për të zbatuar një projekt që tashmë është i paraqitur? Në rast se fermerët dëmtohen në këtë mënyrë, her pas here, unë mendoj që vlera e dëshpërblimit duhet të jetë shumë e lartë. Sa është sipërfaqja e zonës torfike që është përfituar nga tharja e Knetës Maliqit? Nga tharja e Knetës të Maliqit është përfituar 4660 hektar tokë bujqësore dhe 1100 hektar tokë që quhet torf e hedhur. Që do thotë? Që do të thotë që u krijuan toka të reja nga sistemimi i asaj çka doli pas tharjes të liçenit të Maliqit. Pra, kjo tokë është gjithmonë më rrezikuara, Po, kjo tokë është gjithmonë edhe për shkak të asaj që u thatë, pra, përmbytjeve, djegjeve, që janë fenomene të njohura tashmë tek zonet torfike. Po, tani, nëse ne kemi një projekt ndërtimin e një hidrovori pikërisht për të larguar ujrat nga përmbytjet e kësaj zone për të kaluar në lumin Devoll, a është një zgjidhje dhe kjo? Patjetër, hidrovori, ashtu siç e thashmë përpara, do të jetë funksional vetëm në kushtet e emergjencës. Pikërisht për këtë po flasim edhe ne. Nuk është asnjëherë nuk është se do të funksionojë gjatë gjithë dimrit, siç mund të themi neve, sepse në kushtet e emergjencës, nëse ne do të kishim një hidrovor në një vend të caktuar, nuk do të ndodhte kjo përmbytje. Pra, sepse gatishmëria do të ishte në momentin kur ndodh ky fenomen i përmbytjes, largimi i ujrave do ishte në kohë rekord, Po, patjetër. Niveli i lumenjve do të ruhej, do të mbahej konstant në një lartësi të caktuar dhe jo aty ku do të shkaktonte dëme në fermerët. Pyetja e një fermerit edhe imja është kjo, se kemi. Nuk e kemi sepse unë besoj se projektet janë për këtë punë. Nuk e di për hidrovorin konkret, por di që projekte ka që për thellim, për sistemim argjinaturash e të tjera. Le të shpesojmë sa më parë të kryet që mos kemi më këto dëme në bujqësi. Jo, edhe për të shpëtuar fermerët, edhe kjo që thatë ju ka një projekt për argjinaturën dhe thëdhimin e lumit për ta sistemuar, ashtu siç duhet për hir të vërtetës, burimet e mia thonë se nuk shkon më shumë se 1 milion euro, dhe 1 milion euro qeveria shqiptare nuk më marr meja që i ka problem. Atëherë, pse hasemi kështu? Mungesë fondesh, përmbytje, fermerët që humbasin prodhimet e tyre revoltohen si ajo që ndodhi, se fermerët e fushës Maliqit për hir të vërtetës kanë reaguar, kanë protestuar, jo një herë, por shumë herë, edhe për mos shitjen e prodhimeve të tyre, pra edhe për çmimet e ulta, edhe për përmbytjet, edhe për dëmet e shkaktuara nga breshi, në veçanti në fshatrat rreth Pojanit, dhe duket se pra mungesa këtyre investimeve i ka detyruar të reagojnë sepse kanë humbur. Kanë humbur, e ndaj them, kur ju thoni se nëse kemi përmbytje e të herë pas hershme, shuma për t'i dëmshpërblyer është e njëjtë, ja të kuptova drejt me atë çfarë do duhet për të investuar. Po, është e vërtet. Dua të përmend këtu diçka që e kemi parë të gjithë kohët e fundit, jo më kot, dhe kryeministri ka lançuar një kapital për 1.5 miliardës për parandalimin e fatkeqësive natyrore. Njëra nga këto fatkeqësi mund të ishte parandaluar dhe kjo përmbytje në fushën. Pra ju po thoni se me këtë shumë që ka deklaruar kryeministri mund të kemi atë 1 milion apo 2 milion euro që do të duhet një investimi për ribonifikim të fushës së Maliqit? Unë mendoj se në qoftë se ne kemi gati projektin, duhet të jemi të kërkues për të u zbatuar sa më parë. Jo, nuk më mërmehet që mungon dëshira, këmbgulja, edhe e bordit rajonal të kollimit, edhe e bashkisë së Maliqit, edhe e instancave tjera, qoftë edhe drejtorisë së bujqësisë, por ajo që në fundit sjell parat, kam përshtypjen që është qeveria shqiptare apo Ministria e Linjës, në këtë rast Ministria e Bujqësisë. Pra, që të mos kemi dëmshpërblime në vazhdim, e mira është që të investojmë për të mos pasur këtë. Po, që të mos e kemi dëshpërblimin si ngarkesë mbi vete, e mira do ishte që të investojë në projektet konkrete për të shmangur
përmbytjet ose fatkeqësitë. Një ekspert i njohur i bujqësisë tha se është e mira të ribonifikohet zona torfike. Ju, a jeni në këtë linjë apo mendoni ndryshe? Rishikimi i sistemit kullues do të ishte një gjë e mirë për atë arsye që thash edhe më përpara, sepse ky sistem kullues është bërë mbi bazën e një projekti shumë vite më parë dhe kushtet klimatike sot kanë ndryshuar? Na detyrojnë që ta rishikojmë këtë gjë, sepse kanë ndryshuar, patjetër që kanë ndryshuar. Dhe vetë përbërja e tokës ka ndryshuar. Ne kemi një sistem kullues në hartë pothuajse perfekt, por po të shohësh në teren, ne i kemi urat të gjitha të ngritura si në mesjet. Sikur nuk kanë qenë ndonjëherë ashtu. Absolutisht, edhe për shkak të rënjes së tokës në këto. Kjo është për shkak të rënjes së tokës. Kështu që rishikimi do ishte i domosdoshëm. Por kur flasim për sisteme, a mund të ma thuash pak më praktik për të qenë më të kuptueshëm edhe për teleshikuesit e emisionit Konak. Kur flisim për sistem, ma thuaj si funksionon ky sistem? Në rasti konkret për sistemin. Pra jemi tek parcela, jemi tek sipërfaqja e tokës. Parcelat janë parcela, nuk është gjithë sipërfaqja. Kjo parcelë. Në rasti konkret po flasim për sistemin kullues. Po pra, nuk po shkoj tek sistemi vaditës. Sistemi kullues mund të quajmë lidhjen midis kanaleve të treta, të cilës shkarkojnë në kanalet e dyta në kanalet e para dhe kanalet e para dhe kolektorët që shkarkojnë në lumenj. Po, këtë sistem e kemi të cënuar, e kemi funksional 100% kështu? 100% nuk besoj se është funksional. Ku prishet hallka e kësaj lidhje të këtij sistemit? Në rastin konkret, ne kemi rikthim të ujit mbrapsht nga tej mbushja e lumenjve. Kjo tregon për shembull që një kolektor derdhet në lum, por në rastin kur niveli i ujit në lum është më i lartë se sa vetë parcela, atëherë uji shkon mbrapsht e shkakton. Në këtë rast, për këtë arsye ka ardhur? Në të gjitha rastet është kthyer uji mbrapsht, duke shtuar dhe çarjet e argjinaturave, po për shkak të rritjes të nivelit. A ka qenë më i madh për shkak të ujrave që ktheheshin mbrapsht apo të çarjes së argjinaturave? Në rastin e çarjes së argjinaturës në fshatin Sheqeras. Që janë qartë 3 herë, 2 herë lumi të Vollë dhe 1 herë lumi dëmend Dunavec. Në rastin e fshatit Sheqeras aty nuk do të kishte atë përmbytje pa çarjen e argjinaturës. Ajo pjesë nuk do kishte këtë nivel përmbytjeje. Dhe në rastin e çarjes të argjinaturës në Dunavec, ajo parcelë ka qenë dikur e përmbytur, por jo në këtë nivel. Që do të thotë janë bërë bashkë disa faktorë që kanë shkaktuar këtë shkallë fatkeqësie. A jemi të kujdesshëm mbasi kemi përfunduar procesin e vaditjes, të kujdesshëm për ta lënë këtë sistem pastaj atë që vjen më vonë sistemi i kullimit. A jemi të kujdesshëm të gjithë që nga sektori juaj i bujqësisë deri tek vetë fermerët, nëse kemi një bashkëpunim për të larguar këto pritat të cilat i kemi përdor në momentin e sistemit të vaditjes, pra mbaron sistemi i vaditjes. A kemi bërë kualitimin e duhur të gjithë këtij sistemit për ta bërë të gatshëm, pra nga sistem vaditje, sepse nga të njëjtat kanale shkon uji, zëm prita, shkon uji në parcel. Tani, këto pritat, sepse në nëntor, në fshatin Sheqeras, fermerët që më thonin, e gjithë kjo ka ardhur, pra kur ishe i angazhuar e gjithë sektori juaj, prefekti, kryetari i bashkisë, institucione, e të tjera. Pra duket se mos kishim harruar gjë nga ky sistem për të kaluar tek sistemi tjetër? Vetë organizimi i punës që kryen Bashkia Maliq nëpërmjet sektorit të bordit të kullimit është ofrimi i shërbimit të ujitjes të fermerëve. Gjithmonë duke llogaritur dhe kapacitetet. Sigurisht. Funksionon me një grafik e qartë që kemi. Rezervuarve ose të kanaleve ose të kolektoreve. Kjo është pjesë tjetër, është temë tjetër, por te kjo pjesa në rastet e pjesëve më të rrezikuara nga përmbytja, në informacionin tim, uji duke u rikthyer mbrapsht ka kapërcyer pikërisht ato porta që ne i mbyllëm për të mos kaluar uji nga lumi në kolektor. Ato porta u kapërcyen nga prurjet e shumta në lumenj dhe uji mori rrjedhën mbrapsht. Edhe një pyetje. Fermerët po na mbyllin kanale kulluese për të përfituar sipërfaqe në tokat e tyre, sigurisht. Në këtë rast do të përfitoja të kërkoja bashkëpunim nga fermerët, të bashkëpunonin me bordin e kullimit pranë Bashkisë Maliq, në çdo parcelë ku një kanal i tretë
nuk ekziston, ose ndoshta është gjatë punimeve është të mbuluar, ose ndoshta dhe qëllimisht, të bashkëpunojnë ngushtë me bordin e kullimit, sepse në djenin time bordi i kullimit është gjithmonë i gatshëm në rast të një kërkese të një fermeri ta ndihmojë me hapjen e këtij kanali të tretë. Dhe kjo do të ndikonte sadopak edhe në ujitjen, edhe në kullimin e këtyre parcelave, sepse jo më kot ato kanale kanë ekzistuar dhe duhet ekzistojnë me patjetër. Kjo bëj thirrje fermerëve që të bashkëpunojnë me bordin e kullimit dhe të bëjnë kërkesa aty ku nuk ekzistojnë ato, që mbase mund t'i kanë zënë dhe vetë ata, ti fillojmë gradualisht të çojmë aty ku kanë qenë. Aurel, për ta mbyllur, e shpëtojmë fushën e Maliqit me investim, kapital që ka të bëjë me thedhimin dhe forcimin ashtu si duhet të argjenaturave? Po, forcimi i argjenaturave me mjetet të posaçme, me material të posaçëm për argjenaturë, thellimi i lumit duke llogarithur rënien e nivelit të tokës, në përputhje me rënien e nivelit të tokës, me të paktën minimumi 2 metër, pse jo edhe ndërtimi i hidrovorit për raste emergjente do të ishin vërtet një zgjidhje ideale për kullimin dhe shpëtimin e fushës të Maliqit. Fermerët presin dëm shpërblimet për dëmet e shkaktuara nga përmbytjet në muajin nëntor dhe janar. Fermerët me të drejtë janë duke pritur dëm shpërblimet. Procesi ka filluar, hallkat janë të njëpasnjeshme, të shpresojmë që hallka e fundit jetë pozitive për fermerët. Kanë rënë sipërfaqe të mbjella me grur në fushën e Maliqit. A kanë bëjnë me këto fenomenet të natyrës apo për mungesë të tregut? Si specialisti bujqësisë nuk do t'ja vija fajin këtyre fenomeneve për rënien e sipërfaqes të grurit, por fermeri mbjell atë që ka përfitim ekonomik më të lartë për njësi të sipërfaqes. Në rasti konkret, fusha e Maliqit nuk shquhej më si dikur, nuk shquhet më si dikur që ishte fush me rreth 60-65% grur, por sot mbizotron misri, për shkak të fitimit më të lartë për njësi të sipërfaqes. Ju po thoni janë rritur sipërfaqet e mbjella me misër dhe janë ulur ato me grur për këtë arsye që thatë? Po. Gruri është një kulturë që përdoret në fushën e Korçës për të qarkulluar kultura bujqësore si patatja dhe bimët e tjera. Por edhe misri qarkullohet me grur, po jo çdo vit. Për ta mbajtur tokën të pasuruar me elementet të duhur? Po, ka shumë arsye për të cilën qarkullohet toka bujqësore, ka arsye për shkak të sëmundjeve, për arsye të shkak të fitimit të imunitetit të disa dëmtuesve e kështu me radhë. Atëherë, edhe këtë vit, duket se fermerët ankohen për çmim të ulët të kulturave bujqësore. Janë shtuar sipërfaqet saktuara apo çfarë ndodh? Fermerët për këtë arsye që thatë ju, këtë vit shtojnë sipërfaqen e qepës, me pas të misrit, me pas të grurit, me pas kulturave tjera bujqësore. Kjo vjen për shkak të vetë orientimit në varësi të shitjeve që kanë ndodhur një vit më parë, apo çfarë? Në qoftë se flasim për fermerët potencial tashmë kanë krijuar një lidhje shumë të fortë edhe me tregun, por ende nuk mund të themi që fermerët potencial komandojnë çmimet ose komandojnë tregun. Fermerët ka patur shumë raste që kanë shtitur edhe nën kosto, në rastin konkret patatja, kurse në rastin e misrit apo të grurit ka pasur çmime vërtet të ulta, por jo nën kosto besoj. Ky vit që kaloi, në saktë, ky vit që kaloi kanë qenë çmimet mbi mesataret e 3 viteve të fundit. Nuk mund të them që çmimi ideal, sepse çmimi ideal e di vetë fermeri ku është, por ka qenë mbi mesataren e 3 viteve të fundit, çmimi i grurit të paktën dhe i misrit, për pataten ka qenë diku aty, me ndryshime shumë të vogla. Aurel, nuk e di cili është qëllimi i sektorit të bujqësisë të Bashkisë Maliqit, apo i Bashkisë së Korçës, apo i Pogradecit, apo i Devollit, apo në tërësi i bashkive, pra ky sektor, ka thjesht, këshilla që jep fermerëve, keni bashkëpunim dhe ju a mund shkoni deri atje, gjithmonë duke gjetur mirë kuptimin e fermerëve për t'i orientuar në kulturat që kanë edhe mundësi tregut dhe të mos shkojnë vetëm thjesht tek vetë orientimi i tyre në ato kultura që pastaj kur ata doan të dalin treg çmimi nuk është shumë i favorshëm.
Pra, a keni një bashkëpunim edhe për t'i orientuar cila kulturë mund të kërkohet këtë vit, apo? Vetë struktura e sektorit të bujqësisë të Bashkisë Maliq e tregon që ne jemi shumë afër fermerit, sepse ne kemi përfaqësues agronom në të gjitha njësitë administrative të bashkisë, plus dhe në bashkinë qendër. Ne kemi përberje të specialistë të shërbimit këshillimor, kemi përberje specialistë statistike, kemi dhe në përberje agronom kadastre, të cilët janë në ndihmë të fermerëve për dokumentacione të ndryshme që kërkohet si për skema të ndryshme ose për certifikatet e pronësisë. Që do thot? Ne jemi gjithmonë në kontakt me fermerët. Ne e njohim shumë mirë zonën, të gjithë agronomët e njohin shumë mirë zonën e tyre. Jo më kot është bërë kjo në mënyrë strukturimi. Jo, unë po them, ky bashkëpunimi për t'i orientuar, pra po themi, t'i japësh një mendje, nuk keni pse shkoni të kjo kulturë bujqësore sepse bie fjala rajoni e prodhon me kosto me tulet, po shkojmë në një kulturë tjetër bujqësore, pra e gjeni atë gjuhën e mirë kuptimit me fermerët, pra si specialist të fundit. Pa tjetër. Gjithmonë jemi në kontakt me fermerët, ashtu siç e thash, në bashkëpunim edhe me agronomët përfaqësues në çdo njësi të Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor që i kemi në çdo njësi përfaqësues. Edhe ata janë një mbështetje e madhe për ne për sa i përket shërbimit këshillimor në këtë pjesë. Pastaj fermerët janë gjithmonë të gatshëm të marrin informacion, shpeshherë, por kjo jo gjithmonë funksionon për shkak të arsyeve të ndryshme që mbase edhe vetë fermerët nuk i kanë. Për shembull, marr një rast konkret. Patatja ka nevojë për një magazinim. Fermeri nuk e ka atë mundësi. Një fermer i vogël po flasim. Po pra. Nëse unë orientoj. E kam parë në Kavaleta, unë fshatin Zvirin. Nëse orientoj një fermer i vogël që të mbjelli patate duhet të ketë disa kushte të caktuara, sepse patata kërkon investim, kërkon. Pra, për kushte e ruajtjet. Ai nuk ka mundësi edhe investimi është një lart, edhe kushtet e ruajtjes i ka specifike, kurse me grurin e ka më të thjeshtë. Gruri mund të magazinohet, nuk rrezikohet të prishet, sepse korret me një përqindje 13%, 12% lagështi, mund të shesësh edhe që në moment, po dhe mund të magazinosh. Kështu që jo gjithmonë funksionon kjo këshill, sepse varet nga mundësitë e vetë fermerit. Aurel, të falenderoj pafund që ishim sot së bashku në emisionin Konak. Faleminderit dhe ishte shumë kënaqësi. Gjithashtu ju falenderoj. Faleminderit. Këtu pra kemi përfunduar edhe për sonte emisionin Konak. Sonte Konak ishim me përgjegjësin e sektorit të bujqësisë në Bashkinë e Maliqit, Aurel Zenunllari, me cilin biseduam për mytjen e fushën e Maliqit, cila mund të ishte zgjidhja e duhur për të mos pasur përmbytje në këto përmasa. Momentalisht kemi pasur 4.000 hektar të përmbytur në fushën e Maliqit, kryesisht në zonën torfike. Zenunllari tha se momentalisht në këto qaste pra nuk janë më shumë se 3.000 hektar, por që nuk janë pak, është përfunduar pothuajse procesi i verifikimit të dëmeve të shkaktuara nga rreshjet e shiut të muajit nëntor dhe të datës 7 janar të vitit 2026. Këto të dytat kanë qenë duket rreshjet që kanë sjell dëmtimet më të mëdha për fermerët në fushën e Maliqit, fermerët të cilët e kanë ngritur zërin fort vetëm para pak ditësh në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, një mbledhje e thirrur jashtë radhët nga këshilltarët e Partisë Demokratike dhe aleatët e tyre, aty ku fermerët kanë sjell me të drejtë shqetësimet e tyre lidhur me çfarë ndodh në kulturat e ndryshme bujqësore, por dhe dëm shpërblimet që ato presin nga qeveria shqiptare. Për të mos pasur më të tilla përmbytje të këtyre përmasave, edhe vetë përgjegjësi i sektorit të bujqësisë në Bashkinë e Maliqit, Aurel Zenunllari tha se kërkon investime që kanë bëjnë me thëdhimin e lumit Devoll për të shkuar në nivelin e rënjës së sipërfaqes së tokës në zonën torfike, një thëdhim që duhet të shkojë më pak se 2 metra, e nga ana tjetër duhet të kemi forcim apo ribërje të argjinaturave me materiale të cilat të jenë të qëndrueshme, jo se nuk janë bërë punë nga bordi i kullimit, jo se nuk janë bërë punë nga bordi i kullimit të Bashkisë së Maliqit, për sa i përket kanaleve të dyta dhe të treta, por në fundit këto qarje, jo pak, por 3, në lumin Dunavec 1 dhe 2 në lumin Devoll tregojnë se ka ardhur momenti për të pasur investime të tilla që të mos kemi më përmbytje të këtyre përmasave e dëme kaq shumë të mëdha për fermerët e fushës së Maliqit. Unë nuk di të ketë më shumë punëtor se sa fermerët e juglindjes së vendit, përfshi të gjithë fermerët e bashkive të qarkut të Korçës. Por ato presin siguri në prodhimet e tyre,
sepse nga këto prodhime, të ardhurat që sigurojnë nga shitja prodhimeve të tyre, ato arrin të sigurojnë të ardhura për familjet e tyre. Nga unë Tonin Froku, natën e mirë.